Cilët janë disa nga zonat me më shumë kërkesë në Tiranë? Nëse po mendon të blesh apo shesësh një pronë, kjo është një nga pyetjet më të rëndësishme që duhet t'ja bësh vetes. Gjatë kohëve të fundit kemi parë që kryesisht kërkesa është përqendruar në disa zona specifike të Tiranës. Dhe arsyeja është më së qartë: infrastruktura, qasja më e lehtë në zonat e Tiranës dhe gjithashtu cilësia e jetesës. Në vend të parë është liçeni artificial dhe farka. Kjo për shkak të ajrit të pastër, cilësisë jetesës, qetësisë dhe vilave me hapësira të gjelbëruara. Zona e dytë është komuna e Parisit. Kjo për shkak të aksesit që ka në zonat qendrore të Tiranës, por gjithashtu dhe daljen e shpejtë në Unaz dhe tek liçeni artificial. Në vend të tretë është Astiri dhe Ysberishti. Dhe arsyeja e parë sepse këto dy zona janë të kërkuara është për arsye sepse çmimet në këto zona janë ende të arsyeshme në raport me tregun në përgjithësi. Por gjithashtu infrastruktura dhe në këto zona po përmirësohet. Dhe së fundmi Don Bosco dhe Larpraka. Kjo për arsye sepse këto zona kanë një akses të shpejtë në hyrje-daljet e Tiranës, duke bërë të mundur që investitorët të konsiderojnë këto prona për qira afat shkurtra dhe afat gjata gjithashtu. Nëse po mendon të blesh apo të shesësh një pronë, më kontakto për të orientuar në zonën të duhur e cila përshtatet sipas stilit tuaj të jetesës.